Marash, eftojmë mikun tim? Eftojmë. Në fol shqipshohu për të na treguar pak se sa vite ka në Gjermani, kur ka ardhur, si është jeta e tij mes Gjermanisë dhe mes Kosovës, si janë sukseset e tij me gastronomi, por edhe me imobilje në Gjermani, a i njeh paret me gishta, apo ka blejat maqinën që ja njeh kështu. Gjitha këto me radhë do t'ja bëjmë miku tim tash me pyetje. Ftojmë me Duart Rokiti, unë big up von Jonas. Idris Morina! Nisë Gjeta, përshëndetje, shoku im Altin, Marash, përshëndetje gjithë stafit, brapa kamerave. Shumë faleminderit. Shumë mirë që më kiftu. Më vjen mirë edhe mua që të kam sot hera parë që po flasim kështu tash unë e ti, zyrtarisht edhe në prezencë të këtë dynjas. Se normal me elshu në lërë, dim. Lëshon e në lërë. Këtu s'mujna me elshu në lërë unë e ti Idris. Jo, s'pa Këtu do të mu përmbajt mos me elshu në lërë. Pyetja parë është që ajo fundit. A i njeh vetë, o ki blene e farë maqine me ti njeh? Me KI këtë. Me KI. Inteligencë artificiale. Ajo ti njeh. Ti nuk lodhesh. Unë nuk lodhesh. Okej. Idris Morina nga Gjakova, apo jo? Po, unë jam nga Gjakova. Quhem Idris Morina. Jam që 34 vite në regionin e kufijet me Zvicrën, domethënë Raifelden. Edhe jam kam fillu domethënë si imobiliar ose si thirrët gjermanisht imobilën Kaufmann. Pastaj kam vazhdu me studime në Freiburg. Përpara ja ke nisë me ndërtim ti me punu prapa me studime? Po, Bravo, ashtu kam fillu. Interesant. Shkretu njohë ja nisë me studime, pastaj, pra të kundërtën. E pastaj Okej. në Freiburg i kam kryer domethënë biznesin, shkollë fakultetin ekonomik, edhe të biznesit, financave. Kam qenë edhe një kohë banker, kurse tash jam kthy në gastronomi. Në gastronomi. Pra, për gastronomi, po jo them unë që Villa Martino në Bad Sakingen edhe në Valsut. Janë dy restorantet e Idris Morinës që realisht unë nuk e kam ditur Marash. Unë s'e kam ditur. Unë kam shku shpesh me familje me ongër drejt te Villa Martino, po kur e kam pa që është Villa Martino, kam thonë në italian do ta ketë, se kam ditë që është shqiptar. E di edhe ma ki këshillum, ta kam këshillu, sinqerisht. Shumë veni mirë. Sinqerisht po, edhe se kam ditë fare në botë që se edhe djemtë e Idrisit me i pa janë bjonda, simpatike, u dukshin. Se realisht në shqiptar duknë për aeroplanit të vëlla, ata si dukshin, ishin tamam kështu djem të pashëm, të bukur, turt. Edhe thash në rregull, kur kam shku një 2 herë, tretën herë më kanë tregu pastaj Fationi më tha që shqiptar e ka. Ç'është ke reaguar në atë moment? E kom krenar me diçka. Jo, më erdhi shumë mirë. Po. Realisht më erdhi mirë që është shqiptar. Pastaj kam shku vazhdimisht derisa jam njohur me Idrisin aty dhe e kemi kriju një raport mirësie shumë mirë. Dhe du të me thonë, jo përveç mirësisë, është krah i djastë, na ka ndihmuar shumë edhe tek Apero, për të realizuar Apero në Idrisin e kemi pas mbështetje. Idris, faleminderit edhe publikisht, po ta them. Edhe Villa Martino për ndryshe ushqimin e kuzhinën që e bën, po të them prej Zvicrë kam shku shpesh herë me hangër darkë. Tani jeni njoftu rastësisht, dashurime shikim parë pastaj. Dashurime shikim parë. Na tregoni pak këtë historisë. Te lokali jena njoftuar aty, kam dashur me ditë kush është pronari, edhe jena prezantuar, kena hangër drejt bashk. E qysha ditë pastaj ne jemi bë shoqet ngushta, shokë të ngushtë. Ashtu themi edhe ne. Ti gjithmonë në Gjermani e ke tu, po afër kufirit me Zvicrën. Gjithmonë kam qenë këtë region, domethënë suhet tregova më parë që 34 vite domethënë në Gjermani. Fillimisht kemi pasur edhe na sfida sikur gjithë shqiptarët në atë kohë. Kanë qenë rrethonat para luftës në atë kohë, ka qenë edhe si them ngërç ekonomik. Domethënë unë nga shkollimi i mesëm jam shkput nga shkolla. Në Gjakovë. Po, në Gjakovë, dhe kum përfundu pastaj në Gjermani. Edhe kum vazhdu gradualisht me shkollim, gjithmonë shkollim edhe punë, mirë po kemi pas barë gjithmonë edhe familjen atje në Kosovë, dhe kështu që dikur kapak me angazhim edhe timin edhe trethit tim, edhe kështu që jemi inkuadruar si fillimisht në imobilje, ndërtim, pastaj ato objektet e mia që i kam pronësi, kam vazhdu t'ju aproj vetë,
edhe gjithmonë gradualisht duke arritur deri në Idris, a ke pas mbështetje prej dikuj apo e ke arritur vetë të gjitha suksesit? Pak në fillim se hapi para shumë i rëndësishëm në biznes. Po tash Edhe ti e pas ke nis direkt me të madhe. A ke pas mbështetje, kemi pas mbështetjen financiare nga ana bankave. Po, nëse Kurse pjesën tjetër vetë ja ke dalë. thuhet A ke që- pas vështirësi me gjuhën në fillim të Idris, sa kohë duka dash me mësu gjuhën me gjermane? për gjuhën jam pak e kam natyrë, kështu se I flas 7 gjuhë të huaja. 7 gjuhë të huaja. Çfarë- Lajm, çfarë- viral, lajm. 7 gjuhë të huaja. Ma thuj të porën, Anglishtën, anglisht, shqip, gjermanisht, gjermanisht, italisht, italisht, frangjesht, francesht, rusisht, rusi, shtatu, po na dalin më edhe shumë. serbisht. 8 gjuhë ho gjigam. Dole edhe më tepër. Gjakovarshe, 9 gjuhë. Ha? Tash gjermanishtën e ke mësuar atje. Italishtën, çu she ke mësuar? Italishtën bazë të punës, stafi jon, masi tha Altini, stafi jon përbohet shumicën është nga italian, domethënë kuzhina është italiane, kështu që patjetër u dasht me mësu gjuhën italiane se kemi stafin që veç një gjuhë din. Edhe në bazë të asaj e kum përvetësu gjuhën italian për I kohë shumë të shkurtë. Po, italianën, po tash rusishtën ka mësua. Po, E frangjishtën. Rusishtën kum punu edhe një kohë në shpedician, domethënë në Bazel kum punu edhe një kohë, Okej. edhe me transportin e mallrave, domethënë me kontinera, ju mësu në bazë partnerëve, në bazë disponentave, Okej. që patjetër më koni obligun ose Bravo, jo, më koni shtyrë me mësu gjuhë të huaja. Bravo qoftë. Edhe frangjishtën duket? Po, frangjishtën, italishtën, anglishtën. Edhe ato gjuhë slave, po tash spejime, asnjë se nuk po, duket shumë po. real, ama gjuhë slave janë përgjithësi Po. shumicë. Po nejse, me ditë mirë është. Po, Çdo lloj normal. gjuhe. Çdo lloj gjuhe me ditë është. Çdo lloj dialekti. Absolutisht që po. Çish të ardhe ideja mu marrë me gastronomi, se ti ke ardhë, domethënë, E ceka më parë, domethënë objektet e mia janë, pronësit time janë. Edhe kështu që e provova një herë, që nga në vitin 1997, kum pas një pizzeri mas parë, edhe pastaj gradualisht me vitet, domethënë me pauzim, pastaj një blerje objektet e kum provu vetë, kështu që tani jemi me 2 restorane dhe 2 hotele që I menaxhojm vetë. Kemi edhe ca objekte tjera, domethënë që janë dhënë më qëra, që nuk janë restoran ndryshme internacional, mirë po ata nuk I operoj vetë, janë veç në pronësi time. Edhe tash ja kemi fillu edhe me partnerin tim në Portugali, jemi edhe atje momentalisht me 22 restorane. Në Portugali. Po, edhe një fabrik për prodhimin e ushqimit. Aty jam me partner, ajo është si kraj djathtë të jemi, domethënë Partneri I huaj po, apo partneri është I huaj, I huaj? nuk është shqiptar. Nuk është shqiptar. Po. Bravo. Edhe kështu që edhe ato janë bashkë restoran punojmë bashkë. Edhe ato restorane janë italiane? zinxhir italian, po gjithë. Ne flasim gjithë persone italiane me kuzhinë italiane, autoktone napoletane. E sa restorante do të më hapën në Portugali? Janë të hapën veç 22. 22. Po. Vazhdojnë funksionojnë? Në vazhdojnë funksionë. Ti me partnerin tënd. Po në partnerin tim, ai ka pjesën më të madhe, kurse në veç jam si pjesëmarrës aty, Aksioner. aksioner. Bravo qoftë. 22 restorante në Portugali. Çish menaxhohen gjithë këto E tash restorane? ideja është Me punëtor. Me punëtor, Me po. punëtor, gjithmonë me punëtor. prandaj un kam dëshirë që me pas sa më shumë njerëz të tillë në emision marrash që na frymëzojnë neve dhe rinin edhe shikuesit për të shkuar drejt suksesit. Domthon veç puna është shumë çelësi kryesor është puna. Domthon punës nuk duhet asnjëherë më do. Duhet më pas edhe vullnet, edhe mbështetje normal duhet më pas, edhe mbështetje mirë po. Kryesorja vullnet. Ku ta ke vullnet në rrit çdo gjë. Domethën parashikon një si të them tash një mendim tonën ose një ëndër edhe gjithmonë ëndra jote realizohet kofse ja po kushton ose I rrin brapa punës. Domethënë vetëm vullnet edhe punë. Vullnet edhe punë për Tjetër sekret. Tjetër nuk dali nuk ka. Domethënë gjitha ato gjëra të tjera janë të parealizueshme. Sa punon vetë, sot që e ke arritur një standard milioneri I Idris tash. Vjen era euro. Frangat vjen era aty tash Po mirë, po gigante. Tash ideja është sa punon Edhe vetë. punën sot. edhe ato dy ata. E? Po I qesim tash. Tash Domethënë- ideja është sot që je milioner. Tash je, patjetër që je. Shqyr që je. Sa punon sot? Apo nuk punon? Jo, e kundërta. Unë tash se di, dikush mendon që po të kesh lek ose kapital mjaftueshëm, Du të më nejtë. duhet më, jo nuk është e vërtet, është shumë gabim. Domethënë tash o puna më e madhe tash më duket është. Domthon dita Me ditë me majt. Po, dita eme ja fillon diku nga ora 8:30.
në flenë gjumë nga ora 1, do më thonë dekterin e kam ditën 12 dhe në 14 orë. Pa pushim o fjalla. Normal, pauzoj pushimin kur të shkoj në Kosovë, se i kam prind gjithmonë edhe udhëtoj shumë shpesh, me partner të udhëtoj edhe të gjithashtu. Kam parasysh 4 turbulenca. Jam shumë i lidhen edhe me Kosovë. Okej. Jam kështu që çdo javë thuaj aty çdo Kur javë. çdo javë, desha me të pyet sa herë shkon. Po çdo javë. Çdo javë. Çdo javë. Wow. Përgatitur çdo javë thuaj. A ke menduar Idris të investosh në Kosovë apo të bësh diçka në Kosovë? Kemi apo? do investime të vogla në Kosovë, Mallzi edhe në Shqipëni. Po janë investime jo kështu maramendze, pjesën më të madhe kemi në Mallzi. Domthon kemi prona tokë ndërtimit, edhe do projekte që jemi qëtash në finalizim më sipër, domthon në territorin e Ulqinit, ka është territori shqiptar, kurse në Shqipëri, në jug të Shqipërisë kemi diçka të vogël, edhe në Prishtinë, Gjakov, normal që kemi aty prona. Po janë projektet gjithë janë në vazhdim më sipër, se gjithmonë e ëndra e neve shqiptarëve domthon që jemi këtu në diasporë, që një ditë më kthy domthon me investu në vend tonë, është shumë ëndër e popularizuar në gjithë. Mirë po, sa do të realizohet, ta shikojmë edhe kohën. Absolutisht. Cila u konë sfida ma e madhe gjatë karrierës tanë si për Mars? Sfida ma e madhe ka qenë fillimi, dhe më thonë mungesa gjuhës, mungesa integrimit, se s'kemi qenë integruar. Pastaj kemi pas edhe problemin e gjithmonë, kemi pas një problem që kemi pas edhe anën politike, dhe mon, si të them, në trubullun në Kosovë. Gjithmonë me mendja te, me trup këtu kemi qenë, dhe mon puna gjitha anët ka qenë, si të them, pak e penalizuar, se kemi pas dhe më thonë rrethana që me punu që është duhet. Mirë po me vazhdimin e kohës, pas qëllimit, atëherë, kështu ashtu kemi pas veç një mendim që të ndihmojmë familjes një sa për fillim, dikur kur ndihmojmë familjes, janë nisë më dhe vetë, edhe kështu ka pak gradualisht fillu me biznes, edhe kështu që tani momentalisht ja përkushtojmë këto vendet. Është fenomen që shumë restorane italiane, edhe këtu në Zvicër, janë pronarët, janë shqiptarë. Edhe janë restoranet italiane më të mirë. Duhet më ma spjegu. Nga vjen kjo, pse është? Duhet më ma spjegu pak këtë pjesën edhe në Zvicër. Idris ka shumë restorante që i posedojnë shqiptarë, jo shumë shumica. Emrin e ka Alten, Marash, Idris, Hasan, Kol, Mark, apo diun, emri restorantit është italian. Unë e kom pas, do më thonë... Po flasë edhe për në Zvicër. Po, Zvicër, ne jemi... A është... Kofit Zvicrës... A është trik? Jo, nuk është trik. Tash unë po flasë për vete personalisht. Rasti im ka qenë shumë specifik. Unë me këtë mikun tam, me këtë partnerin tam, jam që 12 vjetë që shoqërom. Do më thonë jemi shumë shoqërus. Edhe pas vendimit tim me dalë në Portugali për kretë, atë mi la kështu ashtu ato restoranët, tha që ti merrem me menaxhim, dikur gradualisht i mora kretë për sipër. So në kështu ashtu në fillim në 97 kam qenë edhe një herë me pizzeri, edhe vazhdum me majtë linjën e prodhimit ti, do më thonë kretë koncepti është i ti, është koncept shumë mirë, ka dhe në emën të njoftën, do më thonë, në rrethina atje ku jemi me restoranët tani. E kështu që unë veç vazhdova konceptin e ti, edhe mu duf pak me improvizu, edhe kështu që arrita tash ku jam. Do më thonë, nuk u konë strategji e jote, po u konë ma shumë rastësisht. Jo, veç vazhdimisht, atë mora stafin me gjithë stafin, edhe kështu tash veç vazhdoj, veç që e bëj, do më thonë, dirigimin konceptit ti. Po në përgjithësi pse ndodh ky fenomen? Se ti, se ti e di që e ke trashëgu emrin e atij që e ke marrë. Po ndoshta na tash du me ditë bërthamën pse ndodh ky fenomen te krejt shumica këtej. Na shqiptarët jemi një popull shumë punëtor, domethënë unë e marr. A ka qenë ky problem fillim me ardhë zvicrant me hyrë në restorant tonë me hongër nëse e kanë marrë vesh shqiptare për këtë arsye? Po na ki dhe është arsye se unë tash personalisht ku të shkoj në restoran italian kam çfarë do më kon restoran me të vërtet autokton italian. Mirë, po tani e kemi bën jamën të mirë si në Zvicër, si në Gjermani, kështu që nuk kanë problem. Edhe dinë që jemi shqiptar, edhe nuk kanë problem atë punë. Kështu që kanë tani janë, si të them, janë familjizuar dhe jam gjithë klientë kemi thuajti që vinë javor ose janë klientë të rregullt. Besoj që si e përmend edhe ti nëse shkon me një restoran italian ti dush me shku dikun të njerëzit që e njohin atë kuzhinë, dhe më thanë që është autentike, po ushqimi tipik tradicional. Natyrisht kemi stafin e profesionalist, stafi vjen gjithmonë direkt nga Italia,
Ka dhe shqiptarë që janë shumë suksesshëm edhe në kuzhinë, mirë po shumica, si të them, janë autokton italian. Mirë po kjo s'do më thonë kur gjë, do më thonë është i akceptuar edhe prej popullsisë atje, shumica që i kemi mustafet në Zvicër, do më nuk e kanë problem. Klientela jote në Villa Martino është më shumë e huaj apo shqiptare? Është më shumë e huaj, do më thonë pjesa dërmuese janë italian, ka dhe shqiptar, po është një përqindje e vogël. Edhe ma merr mendja që është mungesë edhe informimit, sikur ti që ja tha më parë, ke menduar që italian. Ma merr mendja tash shihet një intensivitet domethënë më i madh i vizitave që vijnë edhe nga shqiptarët e Zvicrës. Pra ne i kam dashur. E kanë marrë vesh, jemi edhe na shqiptarë, por ne kemi shumë rritje të mëdha. Me të vërtetë shumë, në krahasim me vjet për vjet, fal edhe kontributit tënë, domethënë si me unë tani ja kam nisë me kontribut, se deri tash s'kam kontribut. Shumë mirë. Amo çfarë desha me të pyeti, Idris është sa i përket përgjegjës, pse na shqiptarët, domethënë jemi futur në specialitete italiane, e kemi edhe lidhjen pak a shumë me Itali, si shqiptarët e Shqipërisë, po ashtu edhe të Kosovës, edhe gjuhën e kemi shumë lehtë ta mësojmë italishtën. Edhe kështu nga pjesa, do më thonë, dukja, optika, jemi shumë të afërt me ta. Edhe italianët gjithmonë kemi pas mitësi me italianë, kështu që... Kemi disa senet përbashkë. Përbashkë edhe kështu që kemi kafen, kulturën e kafës që në ka... Ashtu njëtin, edhe macchiatën, edhe espressen. Kemi pas edhe italianë këtu në emision që kanë thënë picën më të mirë mundesh me gjetë në Shqipëni, për shembull, edhe kafën më të mirë mundesh me gjetë në Shqipëni. Picën më të mirë mundesh me gjetë në Shqipëri, kanë thënë italianët. Edhe regjia i Rigati fotos më nxjerr picën direkt mbrapa, aq kujdesshëm e kam regjin. Edres, pyetja ime është bërë një trend duke në Zvicër e dëgjoj shpesh, jo të shumica, po të një pjesë që me shqiptar s'punoj, me shqiptar mos po qa punë, mos punofsha me ta, s'munesh me shqiptar, unë punoj me zviceran, unë punoj me gjerman. Personalisht, çfarë opinioni ke për këtë shprehje apo kjo shprehje është shumë gabim. Unë pak a shumë jam edhe nacionalist, nuk do më thonë nacionalist, po jam shumë kombëtar, do më thonë kam qëta përkra kombin tim. Dhe më thonë, edhe punësoj shumë nga shqiptarët nga teritori Shqipërisë, Maqedonisë, Veriut, edhe nga Kosova. Dhe më thonë, nuk është e vërtet. Unë punoj me gjithë nacionalitetet, sidomos me shqiptarët punoj mas mirë. Punoj mas mirë me shqiptarët? Me shqiptarët punoj shumë mas mirë. Si ka mundësi mërë gjigant që na dalin dhe njës? Kam edhe objektet që dhe si qera Mars, janë shumica edhe ata, e kanë një përqindje shumë e madhe shqiptarë. Dhe asë njerë nuk kam problem. Pra, qëra marsit janë shqiptarë, që i kenë objekte tua? Qëra marsit që kam në objekte mija, janë 20-30% janë shqiptarë. Ta ne ke blerë edhe një hotel s'fundmi, Shvicër Blik, ja ku kemi në foto mbrapa. Në Gjermani edhe... Po, në Gjermani, po shikimi, dhe më thonë e ke po... Kufi me Zvicën është emë në Zvicën, po apëshe mrapa saj, apet që nërë një shqiptarë. Mrapa saj, po, që nërë një shqiptarë. Dhe më nuk jo vështë një restoranet italiane, po kemi edhe hotelet. Bravo. Për të nështë edhe imobiliar Morina eksistan që 30 vjetë. Okej. Dhe më jemi nga parë që kemi po edhe financimin objekteve patun shmërin. Është të vështirë mi menaxhu gjitha këto, Idris, edhe banesa, edhe me qera, edhe hoteli, edhe restorante, edhe 22 restorante në Portugali, edhe... Me si cilë e ka detyrën e vetë, dhe më thonë menaxhon, pa pikë problemi. Dhe më në po e patë njerëz të duhur, stafin e duhur, dhe më si cilë e ka detyrën e vetë, si cilë e ka obligimin e vetë, kështu që nuk ke problem. Normal duhet tjetë edhe koka që duhet bëj vështrimin ose kujdesin e bizneseve, mirë po me punëtorën ose me stafin e duhur, nuk mundesh me ja dalë gjithmonë. Gjithmonë e kanë afër Zvicrës, po investime në Zvicër vetë a ki bo, a ki menu njerë me hapë, restoran, hotel? Kemi bisedime në Basel, javën e kaluar që isha. Mendoj që do të vim shpejti në qendrat të Baselit, do vim shpejti edhe aty me investim. E kam një partner zvicran, edhe aty ka shpreh dëshirën 2-3 takime, ma merr mendja që e finalizojmë vitin tjetër, dikun në maj, që do dalim edhe me një objekt aty. Është ma lehtë ose ma mirë për sipërmarrës me investu në Gjermani në Zvicër, për punën e takseve, puna administrative, birokracia? Taksa administrative është ma lehtë në Zvicër. Në Gjermani kemi taksat pak ma të komplikuar, është ma kompleks. Gjermani ka lehtësimet më, edhe
duhet me gjetë domon partnerin e duhur, ai ka shumë eksperiencë këtë lëmi, edhe është një në emër të njohur që zguxon me publike, edhe është shumë aktiv në atë pjesë të Bazellit, domethënë pas jemi edhe afër me pozitë, më marrë në vitin tjetër në maj në emisionin tjetër kurse na fton ky miku im këtu, do hapëm edhe në Ke dyshime të ftesa apo si? Jo, nuk kam dyshime. Çfarë bën një milioner të lumtur si puna e Idris Morinës? Çfarë bën të lumtur Idris, du me ditë? Suksesi edhe më shumë frymëzon për shembull kur ta di ne kemi momentalisht tash për 50 punëtor, kur jam i lumtur kur e di që secili nga familjet Ju ushqen 50 familje. Është 50 familje, kjo është më sparë në radhë parë, kjo është kënaqësia e më madhe. Kurse ana materiale gjithkusht thot, domethënë vjen fjala popullore, jo është nuk është e vërtet. Leku ose paja vyn me ato. Mirë, por nuk do mund të çohet gjithçka, mirë, po pa ato nuk funksionon. Nuk, pa ato nuk bën. Po të lumtur nuk bën paja të lumtur? Mbarët, ka po. Jo gjithmonë, po në disa raste po. Okej, në disa raste të bën të lumtur. Ose mundesh me kthyer një film komik s'ka lidhje. Edhe pa të bosh i lumtur. Me film po. Mirë, po paja mundet me të lumtur. Mundet me të bëhet lumtur. Mundet. Okej. Parja mundet me të bëhet lumtur. Tash ideja është Idris që ti Ti do me po parë tash, apo? Po. E tash e ka të me ditë qysh me po parë. Po çysh me bë parë, tash kjo është ideja. A është më vështirë me kriju një biznes apo me mbajt një biznes? Dyjet e vështira. Mirë, po me krijohet diçysh me disa shtylla thamone, me majto pak më problem. Me mbajt është më problem se sa me kriju biznesin, apo jo? Ashtu është. Apo si suksesin realisht. Po suksesin ose biznesi, se biznesi don edhe si të them, duhet çdo san që e ke, duhet ta mbash. Domethënë mbajtja shumë është e vështirë. Duhet kesh shumë vullnet. A ke shok biznesmen të Kam shok biznesmen. Që mundesh për shembull me na thonë dy emra që i ke shok. A ke apo jo? Kam. Ke, po s'do më përmend. Kam, s'po du me asesi. Nuk e di si kam vetë për le, nuk e di. E kështu, si e kalon ditën përveç punës? Ku i bën pushimet gjithandaj? E bën sikur na njerëzit e thjeshta. Po, unë e mushi elegant fëmijëve me e kam i ballkon e mushi e ulën aty tulla. Jemi edhe Knosh në anta. Po, domon vende ndryshme, shumicën i bëjnë në Shqipëni, në Kosovë edhe në Malzi, se kemi edhe aty familje në Malzi. Përndryshe jemi edhe në Portugali shumë shpesh. Kohëve të fundit kam qenë edhe në Dubai. Domethënë i kam edhe miq aty, domethënë ministrin e drejtësisë, aty jemi shumë miq me ta. Edhe ai ka kontribuar shumë për heqjen e vizave të Kosovës. Ashtu ë? Po. E ke mik domethënë. E kam mik, po. Vjen edhe në Shqipëri në vizita, vjen Ministri i drejtësisë. Ministri i drejtësisë është familja Al-Harthi, është edhe kushërini i parë i mretit të Benzait. Edhe ti e ke mik. E kam mik, kam edhe do postime aty që. Shikon gjigant që shqiptarët kena fluturuar shtar, s'ka gjë që na normal. Jo, vërtet. A kupton sa mirë është me qenë të fortë, edhe me pas miq të fortë, sepse domthon kemi qenë edhe në Expo 2020 që kemi marrë, do të kemi pas takim edhe me mretin vet, kemi pas edhe me ambasadorët, edhe ka qenë ekspozuar në Kosova, edhe Shqipëri, edhe ka ndërhyr shumë domthon pozitivisht ka ndihmuar për çështjen kombëtare, sidomos familja Al-Harthi e falenderoj domethënë që shumë kanë kontribuar për Kosovën. Domethënë meritet tyne në background ose në mas shpinës së kërkuar se kemi pa ka qenë meritet tyne që në hek edhe vizat e Kosovës për Emiratet e Bashkuara. Ku do ta kaloj pleqërinë Idrisi? Idrisi ma marr mendja në Kosovë, në Malzi dhe në Shqipëri. Jo në Gjermani mo. S'besoj. Çfarë do bësh me biznesin këtu? Biznesin sigurisht që i kam të fëmijët. Të djemt, i kanë 2 djemt, tash i kanë marrë hapët e parë. A punojnë djemt tu sot? Po, 2 janë. 2 janë ndritje është më e madhe, e ka domethënë edhe ai është si imobilien makler, ka shkollën kryen Petrips vjet, është domethënë përfundim më sipër. Blerti është pak më i vogël, edhe ai është ashtu në Kofmeni shqiptaraj, ose si thohet shqip domethënë në punë zyrtare administrative ose ekonominë, dhe janë 2 domethënë që e menaxhojnë. Kurse unë jam momentalisht si drejtor ekzekutiv i këtij biznesi. Fëmijët kanë pasionin e njëjtë për biznes si ti? Po ne themi shqip dardha
pikë në dardha, po, popullorë që edhe kështu që edhe ata njëtin pasion e ka. Njëtin pasion. Okej, bukur. Përveç biznesit, a ki naj hobi, pasion, a ki ko për më marrë me diçka tjetër? Përveç se të Enjoy kam fut me, përveç se të kam fut me bleni old-timer tash. Po. Unë jam marak në makinat e vjetra, bro, i kom një dy copa për të pikë qefit, edhe Idrizi tha dhënë të me bleni, a ble dhe një Idrizi. Po, Tash kam shku me bona i farë. Jam antar i klubit Prishtina, dhe më thonë old-timer Prishtina, se jam edhe banues në Prishtinë. Edhe kështu që Altini, Sherri Altini, do të me inë këtë biznes, nëshë se kom pas ko, kemi marrë pjesë tani. Amo është sport i veçantë. Realisht po se provova, më është shumë interesant. Me pas old-timer është diçka shumë interesant, ndjenjë e veçantë. Se kom ditë, amo është shumë interesant kur delmi makinë të vjetër edhe krejt njerëzit vinë dhe shohin e bëjnë foto me të edhe është Dhe mos kërë ki marak. Unë i du shumë, makinat e vjetra i du më shumë se sa të rejat. Makinat tash, unë thash makinat e drez, mos edhe në makinat e vjetra ashtu i dojmë, dhe më jemi lidhën në paka shumë, dhe më dojnë shumë kohë, duhet më marrë shumë ato, janë shumë sanë delikate, mirë po që thët Altini, ku tje Markli, dhe më në gjithë shka është, okej? Kjo është pasionim, pas taj mire me natë, me udhëtime, udhëtoj shumë shpesh, edhe që s'kam shumë kohë, po unë zhdukna, dhe më në 3-4 ditë, që ato është ajo, përparësia jeme, ku ta arrit atë nivel në biznis, që mund është, dhe më në mu largu nga biznisi, me pas njerëz të duhe, zë stafin e duhe. Qëfar vene ki qef më shëtita, ka je konë? Im konë shumë jashtë trevave tona, për jashtë trevave tona, dhe më thonë, Maledivjen më ka pëlqy, në Tajland, në Indi, në Kinë halasim konë. Një ndi çfarë të veçantë pat? Interesant. India është, si të tash për ne, është klim pak e rëndë, dhe më thonë, është klim shumë me lakshtit madhe, unë s'ku mujtë më përshtatë aty, dhe më thonë, kum dajtë shumë një kohë shkurt një javë ditë. Në botën arabe jem konë shumë vende, dhe më thonë, jem konë në Emiratet e Bashkuara, në Kuwait, në Katar, dhe në më thonë, këtu në Oman, kemi qenë, dhe në Arabi Saudite kam qenë shumë shpesh. A ka vende që nuk i kishe vizitu? Po tash momentalisht për ka ona politike, nërsi kum pas qef se një dhe gjuhën mirë, kisha vizitu një për qef. Aty kum pas qef, po një momentalisht jo, as Ukrainë një për pas luftës, po tash të s'po di shka më tonë, ka vende që s'më pëlqenë, po që kam qef kishin vende i radhës Japonia, aty kam dëshirë. Japoni? Po në Japoni. Në Japoni se do këtë që në shumë interesant, shumë të kulturun, edhe kisha pas qef një kulturun. Shumë vend i mirë. Besoj që këto, tash s'po thëmë këto javë, këto muaj besoj që edhe atje e jap një vizit shkurt, kështu blic. Je i ftuar, bro? Në Japoni? Ecim. Shko. Gjigant. Ka hije se do kështë si samuraj. Dhe, kjo është ideja. Idriz, i pyetje tjetër. Urna. A ke bo plan, për shembull, me hap një Villa Martino në Kosovë? Sa i përket gastronomisë, dhe më thonë... A është interesant me qenë? Vendet e thonë gjithmonë është interesant. Mirë po është mungesa dhe stafit, tash. është fuqia punëtore si në Kosovë. A ka krizë në Gjermani tash për staf? Njëse është problem global, më duket. Global? Po, global, problem global. Kemi menu... Ka kap ty kjo krizë mungesë stafi? Me dorë dikush se tash të lajmërohen, me qenë se thej këtë gjohë, të është lajmërohen njerëzit apo mberë mund punë, apo mberë mund punë. Po mirë, këtu i pres. A donë punëtor? Sa dush. Për në meq, për çka ki nevojë? Për shka dush, si në kuzhinë, si në servis, për gjithë. Që që kanë t'i bijun, që më e men shtash? Që shtash kom i t'i pru, më e men. Pizzaiol, Pizzaiol profesionist duhet, pa tjetër. Që fillu me që durën stafi jam, me më hikë. Po mlonë edhe kameramonat, po mlonë vetëm. Fillu me që durën kejtë, o gjikonda, pritni mërë, pritni pak. Villa Martino në patë se këngene në Valsut. Kërkon pizzaiol profesionist mirë. Në kushinjerë, kushinjerë të mirë. Ndimës kushinjerë, pa tjetër që po. Kamariera gjithë. Kamariera, pa tjetër, femra apo moshkuj kamariera? Ska lidhe, mund më kona gjinia. Dy gjinit, edhe femra dhe meshkuj. Pra, Idris Morina i ka 50 punëtorë, por akoma ka krizë për punëtorë. I duen përsëri punëtorë ma shumë. Kështu që ju bëj
kërkesë gjithë atyre që janë të interesuar, a duhet me qenë prej Kosovë, ja bën vizën e shohën me dash leta. Kosova është proces pak i gat. Po ku prej ku Kush ka duhet? vizet mundën marrë, po mundën edhe prej këtu edhe prej Kosovës, po Kosova është proces pak. Atëherë prej Gjermanisë duhen ti Po patjetër. Gjermanisë duhet me qenë edhe në Kosovë që i kanë vizat e Kush është me vizë në Gjermani, prej Kosovë apo pa marrë parasysh prej shteteve tjera që është qoftë është shqiptar, qoftë edhe huaj, sigurojmë edhe banimin. Edhe sigurojmë edhe banimin. Se kemi banimin si tonë. A ka gjon banim plus? Televizor. Free, televizori, Edhe pije, internet. falas. Okej, e keni të sigurt edhe banimin. Kështu që te Idris Morin, ku me të kontaktu? Numrin e telefonit ose në web. Në web faqe Villa Martino, Batsakingen, ju del kontakti dhe emaili. Fillu në staf jam me marrë me gjetë. Kur të më lënë vetëm kameramanat ku. Jo, nuk ka të lyp kursan punë, sa të lyp. S'ka nevojë as për punëtor. Jo, vëlla, se më shkuën më krejt, ne ta vetëm, marrash mos më shko ti bile. Ja marrash. Për ndryshë në Instagram Idris Morina gjeni. Në Instagram kush nuk e gjen direkt Idrisin për me pas se ka shumë Idris Morina, futuni te friendsat e mi. Edhe unë kam follow Idrisin edhe te friendsat e mi është shtypni. Idris Morina ju del Idrisi, edhe i shkruani për ju që jeni të interesuar për këto pozicione të punës. Idris Morina ishte shumë një kënaqësi e madhe sot me e zhvillu një intervistë së bashku në mënyrë kaq serioze se realisht unë të kam Mike Jaran edhe të falenderoj shumë prej zemrës për çdo mbështetje edhe çdo respekt që na bën. Shumë faleminderit, jeni të mrekullueshëm. Si ti, si Marashi, mirë po edhe stafi mrapa kamerave që është aty, ju përshëndes gjithëve për ftesë. Shumë faleminderit. Ne jemi antjesh, jemi antjesh. Zoti të rujt edhe shumë respekt, edhe vullnet, edhe sa më shumë suksese. Unë përcjell me duar trokitje, me respekt edhe me big up fon Jonas Idris Morina! Faleminderit shumë Idris Morina. Shumë faleminderit miku im Idris Morina. Ku do trokasim sonte?